Shqipëria është përfshirë nga valet të nxehtit afrikan. Sipas sinoptikanëve, temperaturat janë rritur deri në 40 gradë Celsius në hije, ndërsa në diell ndjesia termike do të jetë edhe më e lartë, deri në 45 gradë. Territori shqiptar është në ndikimin e valëve të nxehtit afrikan, duke bërë që të kemi temperatura ekstremisht të larta. Maksimumet në rang territori janë regjistruar në vlerën 39-40 gradë Celsius, ndërsa sinoptikanët thonë se kjo është vala e të nxehtit më e larta e deri tanishme të këtij sezoni. Autoritetet shëndetësore apelojnë për kujdes të shtuar ndaj fëmijëve, të moshuarve dhe të sëmurëve kronik, si dhe shmangjet e ekspozimit në diell gjatë orëve të mesditës. Specialistët e shëndetësisë këshillojnë gjithashtu qytetarët të evitojnë daljet nga shtëpia në orët e pikut të nxehtë, nga ora 11 deri në orën 17, si dhe të vishen lehtë me veshje pambuku, të gjera dhe me ngjyra të hapura. Po ashtu, një thirrje tjetër është për të mbajtur kapele në kokë ose çadër dhe syze dielli, teksa dilni nga shtëpia. Në një vëzhgim të realizuar nga televizioni 6+ nga Vlora, rezulton se përgjithsisht moshat e treta janë më të gatshëm për të respektuar këto masa. Në këto ditë të nxehta, mjekët këshillojnë qytetarët të freskojnë her pas here me ujë të freskët duke bërë dush ose duke u lagur me peceta për të ulur temperaturën e trupit, ndërsa të pinë sa më shumë ujë dhe lëngje në mënyrë të mjaftueshme, edhe kur nuk kanë etje. Mos përdorni pije alkolike, lëngje me shumë sheqer apo kafeinë, thonë mjekët. Konsumoni vakte të lehta me përmbajtje të lartë uji, si zarzavate dhe fruta, ndërsa ushqimi duhet të ruhet në frigorifer. Në të gjitha situatet e të nxehtit ekstrem apo dhe të temperaturave të larta, duhet të ndjeken rekomandimet e autoriteteve shëndetësore, ndërsa thirrja kryesore është të qëndrojnë në hije, po ashtu të mos lënë fëmijët apo kafshët në një automjet të parkuar. Konsultoni me mjeku nëse nuk ndiheni mirë, apo nëse gjendja juaj shëndetësore nuk përmirësohet, thonë specialistët e shëndetësisë, ndërsa thirrja kryesore është që qytetarët në këto ditë të nxehta të mbajnë trupin sa më të freskët dhe të hidratuar, duke shmangur ushqimet e pasura me proteina.